Presidenti serb Aleksandar Vučić vendosi t'ia jepte atë rrënim të pavlerë, ndërtesën e shtapit përgjithshëm, dhëndrit të Trumpit dhe adhurimi i tij për lajkatarin më të madh në botë është i kuptueshëm, por a nuk do ta shkel kjo parimin e ekuilibrit, sepse diçka po aq e vlefshme duhet i jepet Putinit, ose për shembull gruas së tij të re Kabaevës. Çfarë duhet i japim Putinit? Ndërtesën e nis në Novi Sad, kalan e Petrovaradinit, dhe ndoshta do të gjejmë përgjigjen kësaj dhe disa pyetjeve më të rëndësishme në një mënyrë të tërthorë. Domethënë, Trumpi ka kërkuar OKB-s prej kohësh që të ndalojë së këmbguluri në integritetin territorial të Ukrainës. Për çfarë i intereson Trumpit kjo dhe nga e mori? Natyrisht nga fakti që ai bëri një marrëveshje të tillë me Putinin, domethënë ata ranë dakord të ndanin Ukrainën. Në parim, marrëveshja është sigurisht e tillë dhe detajet do të përpunohen më vonë. Por Trump njihet për pazarllëqe. Nëse ai pranoi, Putini gjithashtu duhej të bënte disa lëshime. Dhe lëshimi më i mirë është të ndalosh mbrojtjen e integritetit territorial, jo të vendit tënd sigurisht, por të gjithë të tjerëve. Ne kemi parë tashmë se Trump është një admirues i madh i parimit dhe të drejtës më të vjetër, të drejtës së më të fortit. Nëse askush nuk i pengon seriozisht, nëse askush nuk e kundërshton seriozisht, ai do ta aneksojë Kanadan dhe Panaman dhe Groenlandën e Venezuelën. Putini do t'i jap dritën jeshile. Kina sigurisht që nuk do të kundërshtojë, kështu që Kina aneksoi Tibetin në vitin 51 me ndërhyrjen e saj të veçantë ushtarake me të njëjtën të drejtë të më të fortit. Nga kjo rrjedh se në një të ardhmen shumë të afërt, Rusia do të ndalojë së mbështeturi pretendimet e Serbisë mbi Kosovë. Ukraina dhe për shembull Spanja nuk do ta bëjnë këtë, por askush nuk e pyet më seriozisht Ukrainën. Dhe madje edhe Spanja, nëse është kokë fort, do të përjetojë shpërbërje. Bota do të dominohet përsëri plotësisht nga e drejta e më të fortit, e cila natyrisht nuk është shuar kurrë plotësisht.